tullos tani, gënjena? Pasha kokën e denarës nuk kam qenë tullos. Po lene kokës e pungeti, kokën e karitim. Po them, o kare, po ti që ke kare femër më të shifsha rëpë në pillë. Unë po të them u ziva prej teje, nuk u ziva, po u ziva, nuk i abaloj. Erdi Kiqja, sa erdi tha, sa hynin live rëpë. Tha Suada, tha, më ka thënë, tha, do më denoncoj. Normale. Ka shpërnda videot e mia intime, ka kërcenu e ka boli zufmin time. Qa do mo, memet i kam, mesazhet i kam. Jo, po ka bëha shu rëpt edhe unë i foli rëpt që ka po gabim. Se kështu ka bëha? Po, qa videot e mia seksuale në gjiro, qa do mo? Pas ke drejtë plaku me denoncu rëpt, ti shumë ke vonu. Do knaqëm. Jo, kjo është kërcenimi i rënd, do quna me rëpt të shpis, që tani më gjinafët. Do i keme ta loqet. Tani Suada do këthejmë kohët e vjetra ka marrë Nokia në dorë. Hajde. Nëse fitoj unë, ashtë me i thellë tjetë rezultati, po ti duhet këthesh përgjigje me pyetje që do të bëjë. Ke pyetje ekstreme rë. Hajde. Nise lojën. Hajde, nise. Ekstremiteti jotë. Po quna, kretë bash. Kanë kërcenu Suadën, o quna, me ropë shpije. O, piranjat, do të qoni të merë një masa. Me ropë shpije. Emisioni Piranja. Hajde. Emisioni Piranja. Kushe? O, quna, emisioni Piranja duhet merë një masa se s'bën për Suadën, sepse ndihet e kërcenuar. Ka shumë vite që bullizohet, themi të vërtetë dhe është një femër pa krah. Dhe nuk ja vlen që kjo lloj personi të bullizohet pasi nuk e përkras vllai as nona as baba dhe neve si popull pavarësisht një femër që është e pambështetje duhet ta mbështeti shteti sepse një femër është e bekuar. Jo më xhiro, po supozojmë që ako të ndjekim rregullat. O bablok, myte se do i fusim emision të fortër. Myte. Do pyetje të forta këtë herë, sa po? Pyetje të forta me rëp shpije. Diça pyetjesh do të bëj. Pasha kish në laçis ti ka bën herë në një. Po çuna, pash zotin sa e shnosh jem alla. Po si ja bëm alla me këtë shnet alla, sa besim ke më i shifsha motra. Thuma, kum ke pati mua? Imagjinoj ti ishe në një super pill ti çfarë mund të kishe bën më plak. Po çatura, unë kam marrë 200 lule. Fuqi muti edhe nuk kapesh o plako. Imagjinoj të kishe qenë në një super femër o plako. Po panes të ka dhënë zoti ty se e pill motra, panes të ka dhënë zoti si fuqi ty. More ke marrë më shati mua po me mor intervistë. Okej, më fal, le. Harrove ti? 3 mishkoj live. O çuna super intervistë. Vetëm me mu ke famë normale, me mu dhe të tjerë. 3.000 live, po e mjë dhe me këtë rastet ke karin tim ti, po hajde. Jo, 15.000 veta kam pas dje, 4 orë live. Edhe farin e lash pa bukë mërëm. Hajde, forca. Wow. Hinën kinezët, prej 1.4, 2.2 euro, të mjulli fire i live-in, bablo. Asiloj kinezër. Shtash bëju në intervista, nuk ikën më kusht e fire, i fusin karin goj fire-it. A e kapën fire-in, e kapën thejnë. Me kapat dhe plako qmene dhe i plako. Me ropë që është budalaj. Me ke kishe 15 këti, me të transi në rije? Transi ri, bytëqiri ri edhe. O ju të Murlani, të bosat, a do me të bë kontratët ti të Murlani? Ore me bosa i kam pa që dhe këto tjerë bëjnë një reklama, të bëjë dhe unë e reklama. Dhe ti them atit me rëpshit, i them, o Murlani, kush e njeva të Murlani? Do ta marim dhe këtë gjënave dhe t'jave që... Me ke lillë ti, me ke bë reklamat e ti. Por e shoku, a ka mund si pritet t'i flasin t'i kërkojmë. O vllaj, ta marim dhe këtë më punër, se më rëp shpia gos punëtore shkjurë, mos e shif kështu si karere. Puno kjo i shi motrënër. Puno kjo si dërrirë. Ore më ke pas thonë mirë për atë nonën ti, mos e fute këne, më shajti e rëpqirja. Atë kam thonë, do fama jo fshatarja, më përqa e fute. Qa fame do kjeta e fshatare? Ti e fam loj. Nuk i shkon mër fama sa i fshatare, o nuk i gju kërkush. Ore janë ca njerës që janë fshatare, o nuk sa do mund t'kjeta audiencë. A sa njëri përdushje me budalej me gju që a thotë, është kare, më pse futin? O shroku, ore në gjo, po ishe fshatare, shi qa ftyre kam. Unë kam ftyre për shumë men, a kupto qa tipi jam. A kupto i lezeqëm rë. Du t'kesh edhe ftyre me qeni famshëm. Mund t'jesht një famshëm me të ftyre si ftyre karë. A kupto, me si shini rë. Mua bedi. Me si shini rë mua bedi të rë. Edhe jo të shajti? Shajti dhe e pjellë motra.
S'la njeri pa ofendu të budalla. Ja, rëpë dhe kretë më shajnë i shka motrën pjedhe. Ta shi në gjoke boti se ka shajnë njëzë gjithë. Qa më vetëm kam talë karin, asë i gjithë s'kam bërë. Kozaku fshatar nga Tepelena, thënë këtu. Rëpë të motra, unë kam krenari që jam nga Tepelena dhe nga fshati Salari, nga fshati Mokarderremo, kanë nxjerr burra, kanë nxjerr dhe një të famshëm, sa i ka qirë motra, nuk kam o nevoj me nxjerr për 500 vjetë famshëm. Ja, mo. Tepelena kanë nxjerr, Salaria kanë nxjerr, Selam Husajn. O Kozak me ty, o Valon, po ku i emër me galluk, sërë? Po ku i emër mret? Vesh këtë koment pash o zemra, s'kam pa koment tjetër. Anxhën, Tepelena kanë nxjerr Ali Pashën, Selam Husajn dhe Kozakun, dhe Gramoz Ruçin. Kanë nxjerr dhe një 2-3 gango të tjerë, që si përmenim do të emrat këtu. Kaq kanë nxjerr Tepelena. Nuk ka shumë Tepelen, është e vogël. Po për aq sa kanë nxjerr Ali Pashën i ka qirë motrën. Ka pushtu botën. Kozaku i ka shi motrën më i fortë i internetit. Pushtu botën. Kam pushtu botën dhe unë, më njeriu më i famshëm universal, o goc. Nuk jam i famshëm vetëm në Shqipëri, më mjef gjithë Italia, mjef gjithë Greqia. Kush njef në Itali Maroken të kush njef ty? Ato zëzakat? Tek familja në Itali, mjefton Italia më vdekshin rëp. Kush njef mëre? Ato Baby Gangët, kush njef? Baby Gang o kare është këngëtar botëror mi ti shifë. Pa e di kush është për a i ngelin burg, kush njef ato zëzakat atite? Po shide më ka sa është në burg mëra ku është. është njeriu më i famshëm në botë. Në Italia më i famshmi nga shqiptarët. Në Greqia më i famshmi nga tanë. Prit herë se ke pyetje të çifsha rap, prit herë. Vazhdo. Në Greqia më i famshmi, në Rumania më i famshmi nga shqiptarët. Është dhe Aleksi, me thënë vërtetën. Po Aleksi nuk hyjë të shomenat, Aleksi është për lojra, kurse unë bëj kardhiqe. A kupton? Vazhdojmë pyetje. O çuna, aq më të thedha t'jen pyetjet, aq më të thedha, jo, aq më të thedha, s'u ngatro. Aq më i thellë t'jet rezultati, aq më të thedha janë pyetjet. A kupton? Prita pi birrën një herë, mos i shihni rrok gjithë ky gazetar pa pi gotë alkol. Shkruani motrën muhabetit, prit herë. Njerëz më ndihmoni çik ti bëj dhe unë pyetja. Pyetja parë është. Kozakët pyete këtë Suadën thot, jam shumë kurioz ta di, a është vërtet që tani që ke ngelur vetëm ndihesh si pill motre. Me kuptim pa çaj ty, po ndihesh, thjesht ndihesh si pill motre. Nuk ndihem si pill motre, thuaj atij që ka bë pyetjen se e kam dashnorin kriminal në Dubai, më ka fal 200 trëndafila, thuaj. Kështu që jo, falinderit. Është super boss i Dubai dhe është kriminal dhe ti e njeh Kozak. Ku ka kriminal që merret me ty më dhe mos tall karin më. Kush është ai kriminal që merret me ty më bjerë këtu më dha se më hërsh. A do të marrë telefon tani? Po, fyt marrë. Ma kari, mu fyt marrë. Ma kari, mu për njëri. Po, break, shu që mos e Po fyt marrë mu në telefon. Ja, do të marrë, do të them mu. Ku më ruhet kari mu në kriminal jam vetë do kari. Ma kari mu ja fus katër bira. Të mos dalë shkërkosh falë, pastaj falë, ma kari mu me thënë 4 bira. 4 korona. Ja, ma kari mu për kriminal. Kriminal jam vetë se ta kapkallashin. Si ta le familjen rrugëve ta tregoj unë kriminalin. Adim. Vetëm kallashe ke tatuazhe po hajde. 4 birra i kam. Ja, fus 4 birra unë, birë nëne birë. Them nesër, më falë. Po, nesër them falun. Po, sot nuk ka pidhë modre që me qepte. Me lafe sot, po, me lafe, po. Po, sot t'i bëjtonë, nesër them falë. A kupton? Nuk ka një problem, po. Mehmet ngeli, nuk ikin, a kupton, çamet. Dam ka rri këtu gjithë jetën ka shajt Kozaku, sa do i fort t'jesh e sa do kriminal t'jesh. Okej, hape lojën, vazhdoj. Pritjere, të shifsha rop, maro me pyetje. E bëre praj pyetje, qa më të do shifsha mutën, se jam gazetar, varikar, si ju shiva rop, ju musha pluma, rop shima. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Kozak thot pyete pak Suada. Nëse do ta ktheje kohën mbrapa, do u bëje po kjo pill motre që je? Po kjo pill ropshe që je? Po ta kthej kohën mbrapa, do u bëje prap kjo pill ropshe që je? Do isha ma pillsame biles. Jo vetëm pill ropshe. Po, sepse ma kanë fut shumë njerëz, kështu që do isha ma pillsame edhe, po. Ti ke qenë domethënë ke qenë pill ropshe e miksuar me kare. Jo, po një pyetje, sa pyetje do bëj? Okej, vazhdojmë edhe një kerë, edhe një. Tre pyetje. Kozak thot,
pash kishën e lashit të pyte këtë Karen, thot. A është e vërtet që 10 çdo ditë. Mashallah me stomakun jam mirë. Për ditë 10 Suada? Për ditë dhe 2-3 herë në ditë. Ama mos ja shirë, po unë që 10 herë në 15 ditë shoh. Ua, e tras mirë ushimin për zotin. Edhe rëpta 10 3 herë në ditë. Pa. Po unë edhe, si ka mundësi që 10 herë në 15 ditë me dha. Ka raste herë në muj 10, është. Unë qas haj për Po zotin. ças haj dhe unë, më 10 herë në muj, e shohu. Ua. Por herë në muj të unë dhe i që jarë rëpë, s'besoj njëri, or herë. Hape lojën se më duan lek. Qa pyte kalamajsh, po s'për shqynë o plakë mund është me dalë. Mund është me dalë se s'ma kush me zorë. Hec, dil jashtë. O gubi u lutëm, Hec, hajdi plako. ne. Po nuk përshehu, hec, dil jashtë. Ka marrë kush me Moni zorë, qika, po jam sa u ma shefi, të mija. s'kam shefa unë. Shefa kanë këta tjerët, unë s'kam shefa, as bosa, as gango. Që të kem këtu në njoni që të komandoj, unë bëj qatë në qojtë kari mua. A kupta, nuk kam unë as menaxher, as si jam tip me menaxhukur, ku ka pill motra me menaxhu mu, hyrë se të shiva rëp, mu do menaxhoshti, rëp qirë muti, menaxhoke muti, hyrë se të shiva rëp, menaxhohem vetën. Kam pill motra me Ma meni komandu loj që ti mu. bëj edhe unë e pytje, hajde një forsa, ta menaxhoj una, hajde. Menaxhoka mu Forsa. kush. E kemi herë trashë gubi, E, që hajde, thonë ti ka bëj ka një bloku pytje. banjën në Dubai. Jo. E kemi herë trashë gubi, ti bëj një pytje, hecim. O Murlani, a shkoj në i qunë nga këta të Murlanit edhe, më karikoni më të los Murlan edhe, o Murlani, merr një telefon atë qunin e Murlanit. Më karikoni më i shifsha motrën, të bëjnë e i loj shtu edhe. Ju pakune e Rëshina ka Murlanit për marrë reklam, malli. sa ju jep për reklamën e? Unë marrë 15.000. Po më vdek denaro, më vdekshin 2 djemët, në qoftë se si marrë 15.000, më vdekshin 2 kalamajt. Po. $15.000, jo euro. Ua. Se qaj bon të jetë e Minecraft, qaj bon të jetë? Nuk di gjë ti, Kare, qa bëjmë. Unë jam më pidhi sa ma sa Kare, nuk jam mësu Adamu, qa ma si shqini rëp mua betit. Vesh po rren njeri. Pasha kokën e 2 djemve nëse ju rej i fjallë. Mi qift që Po jeni si rëp. ka mund që s'ke boj ditë pushime gjithë kjo verë, më burë? A do me Ti që ndjerë merke 15.000 euro vetëm me një aplikacion. Po për kokë djalit, po për kokë 2 djemve, nuk të Ku rrej. janë pushimet si vjetë? Kam bo më pushime, në për Green Coast kam qenë. Ska më Mikonos? Lana, Mikonos, në jo, për s'kam ik, Mikonos? tani ikin Dubai tani, kam e taku kur të vinë Dubai. Kur të vish? Me rëfsh e vi, sa është data sot? Ta gjenjen. Për kokë denarës do vinë Herë Dubai. ta do ikin një bica, i herë Tani, Mikonos. njoj sekund, doja me ikë, njoj pra i sekund tani, se sot, një biza nuk ika për arsye, sepse qunat i kam pak pa shef, jam të i bo këto vaksinat e këto budalliqet që janë këshu. Plakun e kam pas pak pa shef, kam pas sa probleme këshu. Edhe me që tani nuk i ka një biza, po ja fus në Dubai, ose në Maldive, por në Maldive ishte vetëm shkoj keqer, nuk jam lete me shku. Më interesova, edhe më thanë nuk e qa bon atje. Po në Dubai pres që të hapen, se janë myll. A janë myll? Kush është më? Nuk janë gjëna të hapë si që është tamam, ky sezon. Çdo gjë hape ke vallaj. E kam bashakaru. Pora. Çdo gjë hap, po më rregull pra. A di sa lirë ishin këto hotelet? 10 ditë 800 euro hoteli më i mirë. 10 ditë 800 euro. Qijara, Po llogarit. janë lirë tani. 1500 kam pagu shpinën unë, një muaj. Ore, unë po të them, Zotin. 10 ditë 800 euro. Varikari. Po, vërtet. Hoteli mo qia rëp, më i Vërtet. mirë. Po e di më se i kam pan booking se do vinë Po, Dubai. vërtet. Do vinë Dubai, do talli karin Dubai, do prish një 20.000 euro dhe do iki. Ja, vërtet është lirë tani. Në datë 15 vinë Dubai, sa për informacion. Edhe mund të jetoj edhe në Dubai fare. Po më latroni. Fidoj. Fidoj me ëndrat. Nuk i ke më nga Dubai, kam qi modën dhe rrën Dubai. Zotë mam. O kare, për shaj kam unë 1.000 euro, o kare mu. Që ky gushti s'ke bo pushime, si është e mundur? Orë në modër, orë ti budale, në pushime kam bëj, kam shirë rëp në për Green Coaster, budalaqe. 500.000 lek bonata me fletë, o kare femër. 3 ditë 1.500 euro vetëm vila. 300.000 lek benzin, 2.000 ikën. Për 3 ditë duen 300.000 lek bar, 400.000 lek alkohol, 400.000 lek mall, llogaritë vetë sa shkoj. S'po flasim pasaj të hongë me të pime e shia motrë. Te menarë.
Mos më folni mu për jetë luksi ju shif sharop në pillë, se unë ju kam hap syt ju. Ku keni bëni ju, o karo, jetën që kanë bënë se kanë bëas bilionerat e Shqipërisë nuk e bëjnë dot, e kanë ëndër me jetu si mu, o debile. Ku jetojnë dot njerëzit si mu? Që mund të kem legët aty në bilionerave të Shqipërisë. Po ke qenë qeshor, thojnë o legem, se rrenë se janë lirë qeshor. Ja shifsha motrën rrenci. Ju shifsha rëp juve që shkruni kot. Pjedh motra. Po rëp shima muti. Shtash pra do ikë edhe në Dubai, prit se kam punu, kara. Tani me kalamajt në spitalit dhe shkojmë në pushime se i shitë rëp. Kam 2 kalamaj me rrit. Shkoj, i kalon kalamajt të nona vetë, ku i kalon të plakua, ku e ka qëtë punë. Po punojë në zemra, po punojë dhe unë shpirt. O shok ti e ke i ja me transfer të në zemra. Gjej sekund, ti e ke i rëp që ti ma kalamajt. Po unë kam 2 kalamaj, shok s'mi ma kush, ku ti lej? Dhe si ma nona? Po sirë do ma ka nona ime, 2 kalamaj, që ashtë nona ime, Po shoku jam për punën këtu zemra, nuk për rikë të palari unë, punoj. Po pra po, edhe plaka ime, po ka qenë smur, që mundi të më plakës, mami kalamaj ti se do iki unë në plake me pushime. A jenë të rezimur, ti kare femër, ajo. Po dhe tani kush po ti manë ty? Ajo po ti manë? Po vetër, këtu i kam shpirë. Plaka, po jo plaka mi ka maj, plaka ma denarën. Po suada, nuk e di unë ka rruti si ke rrit kalamajt e tu. A di që du unë për kushtim. Rëpt jo për kushtim, po më shiet pjedhi somës mutu, marrë me kalamajt. Jo më graver, unë nuk e di këto nona tona si kari nga kanë rritë edhe. Nuk e di të foto. Kina keni rritë më dhe, si pjedhi në somës nga keni rritë. Dorimi malë. Na ka shi nonën masoni, dhe jam të uzi me Denisën për natë ku shetun karotën, është. Për të gjusin shpirë. Shpia motrën. Ju talë një kari. Pushime, dhe qa pushime dhe për shirë rëpë në pjellë. Kam gjithë natën të tonë karocën, ja kam shirë rëpë pushimeve. Debile, bëj pushime dhe. Qa pushime është bëjmë, mu shi nona dhe natën. Janë vegjel, janë shumë vegjel, për nej. Po dojë me pjellë 2 kalamajti pra shpiti. Jam të bët tretin. Jam të bët tretin, 3 quna. Po bëj 3 quna që t'ju shi motrën kur të rritën këta, t'ju shi rëpë gjithve. Qa kam unë asëm, dhe t'ju shkërdej rëpë mrapa 15 vjetëve, 20 vjetëve. Dhe t'ju shi motrë, dhe t'ju varros gjithve. Ku i ke florit, thoi, ke shit florit? Florit po, kam shit 800 gram florit. Do një lek, t'ju nëzirë lek. Po që ke ngell pa lek, që ke po ke bo në gabim të malë, Po jo, i shita arë një 800 gram, dueshin lekët i shita. 800 gram janë gati 20.000 euro, su atë. Kala borë, dhe ta budala. Lash pra 600.000 euro biqos, kare. E lën ti 600.000 euro të qifsha ropë, vret vetën. Po gruja, që tha gruja? Që të më thotë, rësi gjohë, që ka me më thonë? Lek të bija larë, se s'ash lek të grusë se i qive rëpë. Po nuk kapi për veshje, nuk zorë jashtë nga shpia? Ku ka pillë modrë më ka mu për veshje, me qenë tu folër di. 600.000 euro, budala. 600.000 Po ishtë murtja për që e? 600.000. Lash i qifsha rëpë, pak në di kësha prej zhluk se ja qifsha në modrë. Pritet bëj pyetje tjerë, pritet qifsha rëpë. Ku ma ka e mu për 600.000 euro, me 600.000 euro unë kam këshu qime kari, o kare. I vit. Tani qa me bo? Ikën 600.000 euro, qia rëpë, sa i natë më vjeqëm kanë ikja qifsha motrën pjellë. Po ti e shumë gënjeshtar, po të shpinë e dytë që te kam shpi dytë, kam shpi. Ja, pa shpia dytë është. E shita dhe i shpi bleva tjetër. Po e shpia sa gënjë, në zote ma. 600.000 euro si ti lasha, rota kari, se janë 60.000 lek. Janë 600.000 euro, të qifsha rëpë në pjellë. Ranë rana shanë. Me punu me kontinera droge nuk i la dotëre. O debile. Unë i kam la për 5 muj. Talkarin tani, me leke, me gjera. A kupton. Prap jeta ime vazhdon të luks, edhe pse kisha 600.000 euro borç. Nuk ose më rrute kari shumë. Dadon shpi ishte. Keti 600.000 euro borç e vret vetën në budalla po borç. Mftek të narë nëse si kam la mbi 600.000 euro për kokë 2 kalamajve. Kush më njeh e dirë. Po borxhe ku i ke marr borxhet ti? Kush te 600.000? S'ka marr borxhe, s'ka marr lek borxhe, i kam lënë. Kam marr numra, jo lek. Lek s'ka marr kujt, shka pjesën me thënë që më ka dhënë lek. Numra por. Po i kam larë për kokë të narës 600.000 euro, s'besoni. Po i kam larë se jam kozaku, nuk jam varikars. Am ke pa në herë këtu Aleksi, po kush tep të 600.000 euro sot po hec Aleksi. Jo, se s'mi ka dhënë Aleksi 600.000 euro, mu se si jep dikush që s'jan Aleksi mi ka dhënë 100.000 euro. S'beson. Mi ka dhënë Aleksi visha me 100.000 euro.
Mi ka fal. Ose s'mi japi mua 20-30 mijë ble edhe unë e Shpidhin e motrës si e ti me dhënë ty 100.000 euro. Kush Po pse shpidhin e kush je ti për zagar? Kush unë jam kozaku më çif sharop në pidh. Kush je më drogaxhi muti? Unë jam kozaku më njeriu më i famshëm i botës dhe jam vetë djali. Po më japi dhe mua për zot edhe mua. Po ty nuk japin as i port më të shif sharop. Jo 100.000 euro. Po pse më ti pse? Të shif sharrasën pidh. Je ti më dhënë 100.000 euro. Unë jam non, ka fëmijë, mblej shtëpi. Na plasi kari se ke fëmijë ti. Po më blej tani shtëpi unë do zhdukem nga TikToku. Blejmë shtëpi ty. Ytë shif sharop në pidh. Ja shift qeni rëp ati që ta blesh shtëpi. Ua ça zagare, pse e shpirtëzira? Po jo më dha, është në gjokë. Po më blej tani shtëpi unë zhdukem nga TikToku. Unë 600.000 euro i kam apo tani nuk ma kari, tani jam të punu 15.000 euro i marr nga Mulani. Më ka pas dhënë Alex Visha dhe 25.000 euro në muj për trade. Mi falte. Thoshte kot. Me që s'po rrin TikTok do t'jap 25.000 euro në muj. Mi ka pas dhënë Alex Visha plus çam karikote për ditë nga 1.000 nga 2.000 euro. Lej këto jam bonus. 20.000 euro unë i kam pas marrë vesh nga Mulani dhe nga Alex Visha për 3 muj. Vesh tu në tur. Pa hy fare në TikTok. Më ka respektu Alexi, rëpte motra, unë nuk ja them për me servilosit. Po ta shif punan më për Alexin, nuk e më punëtori Alexit tani. Unë nuk është jam punëtori Alexit, o shok, unë jam shoku Alexit. E kam ndihmu Zion, jo se ka pas nevojë, se s'ka nevojë për mua, po thjesht e kam për krah, kam qenë me të aty. Nuk kam qenë punëtor, se s'jam punëtor. Po edhe me qenë punëtori Alexit, isha bo punëtori Alexit, nuk e kam problem. Ja kupton, punëtori Alexit isha bo, s'ka gjëra, pa punëtori i lezetshëm. Po? Kështu, tani vazhdoj me pyetjen, të shifsha ta në rrëp të shtëpisë, në gjë. Kozak thot pyete pak të Suadën, thot pse je ka shpirt zez në shpirtër? Nuk jam shpirt zez, më ka boj jeta e atill. Si sidhen si do sillesh. Suada mucha baby. Suada mucha rrofte. Ej, a disa, okay, ta bëj pyetje. Kozak thot ç'a bone si kalove jam Enca Axhia, këngëtarja. Kjo mune për datë lindin juve që ju kam thënë se ju shaj me rëpte me gjithë shka më dha. Si s'ftoni mu më dha, qa karni një të bëhë shoka, e rinë të rezi. Si s'ftoj e mund, më ju shif qa rëpte, unë nuk ftoj. Po një deklini marza, nuk është dasë në budoha. O Denis! Ma si dhe vjetë kjo dhe? Si fëmi, është për zoten. Në që këture, unë e Enca në kam ftu të datlindja ime. Të datlindja Denisës ka arë në Dubai me ne. Si mos me ftu ka mu Enca datlindja me ja shif sharop, në kam pas si motër Encën. A kuptan? Mbase ka bëk shumë me të matasme. Ka thirë dhoj rëpqimi, ju shif sharop, gjithve juve që keni qenë të datlindja, do t'ju shi rasën mund pidh, kush do t'ket qenë, shiva motrën. Bjere emrin pos t'i gjenerova. Ma kari mu kush ka qenë, ju shi rëp me kuqe me maq, rëpqima. Më rot kari mu kush ka qenë aty, 4 pëpi birën në 3. Kalojnë tjetër sistem faze. Na kuptam. Vazhdojmë, Kozak thot jam Enca Axhia, pyete Suadën çfarë mendimi ke për Encën. A ke folur me Encën? Rroft, kur kam pasnet me Encën, a di çam thoshte për ty? Më vtek fami, leje Suadën thoshte se është gjunaf. Më rrop shtëpi. E din ka shef Enca mua. Ishte fanca jote, shifte ty, thashë çfarë të bëj? Ka gjujt Enca mua, më ka gjujt. Po thashë o Enca, çfarë të bëj të pak atë rrofqiren, unë të çaj ty. Ose më leje gjunaf. Ako të parë herë fliste për ty. Do të që më këtë pjedh motrën, çfarë shef këtë? Jo, më thoshte mos e gjë, që na më thoshte, mon le. Unë si me lën këtë rrofqime me lën në shiro kësaj. Jo, thoshte. Edhe ajo ma pat në Rumenin për ty. Ajo. Po më ka gjë të gifta jo mu për zote, shumë gotë se mirë. Ja, këtu është të komentu, po i ka Enca se s'jap më. Po vetëm se ka gjen hapri për extension. Unë i shkujta motrës vetë ose dyqonit. Bëjë si kur shofin mesazhet. Windy është gotë se mirë. Windy është gotë se mirë. Unë s'kam gjë me Windyn. Windyn e kam shoqër. Po Enca është bespremer, nuk i fol mos, ka pas fajnojzi. Apelojnë, qif sharop, qoj. Edhe ajo ka respektu grunta, ka fut videoklip, po bo. Ajo më ka lut mu me marrë gruntime në videoklip, po të qif sharop në pjell. Jo se kjena lut në asajt, në është lut ajo neve, o pjell motre. Mos i nga tro gjona se ti shiva rëp, se si jam unë njëri i lutë. Ku ka pjedh motra me më thonë mu në njonit që jam servilos, unë në njonit për famë. Ku ja fus kari njëri u të mërpa, unë ju fus kari në goj, këta jam servilos mu, krejt për famë. Ku ka pjedh motra ti servilose mu në njonit. Nuk i servilose shua, sa si servilose mu.
Ku ka pjedh motra, pse dali Servilose- njonit më thot më qem Servilos Mjes për të servilose për Noizin, o Noizi do vike ditë lidja jo. Po isha të bësh akamë me Noizin. Ç'pun ke me Noizin? Do vike ditë lidja jo, do vike shpejt. Jo, Noizit i thash do për datë lindje do i çoj surprizë atë Marcelin. Tik Do Noiz. të vi me Marcelin të dy. E vor tash me shku me tort. Po me shku kështu surprizë Noizi, kur të ketë datë lindjen me tort. Zini, që jam, ajo është. Pse je? Çfarë se ti pse? Po e du më Noizin, më pëlqen Noizi. Kam pa memen kur herë parë që hyn në live me atë. O Noizi, jam fan si jot numër 1. Për zotin. Po më dha fan si Noizit jam, se çka ka. Jam rrit me Pse ul Noizin. vetëm na shumë? Ai influencer. Kush është e ul veten e të shif sharë? Po ai ul vetëm, më se duket si fan Po si ku ma vetur. karin u për njëri me ul veten ose se rrujt karin për kënd. Thuit kam shef, kam po Ore, jo ti fan si tjellë jot rob numër 1, shef s'më femër. qenë 15 vjeç. Ore motër shime, jam rrit me këngë të Noizit, kur kam qenë lidhje adoleshenca ka? ime. Po si qa lidhe kam Po me ma bret me prej Noizin. autoritet, a je i famshëm vetë. Ti je vetë i Po ka famshëm. autoritet, un kam më shumë fam se Noizi dhe se në një Të më hong shamretin, të hong shamretin, qia ro, po are budall. Po Jo, ti fas qif janë sha numër motrën, po një. jam gatru me rëfis shime femër, o qif sharop. O balen, o femër 200 kg. O qif sharop sa e shnoshje. O shkërdef sharop në Ti pjesë se ke dhe thënë sosë Gledi se jam fasio numër 1, ja ke thënë Noizit, jam fasio numër 1. Me Noizin jam rrit më dha, qa problemi ka? O qif sha motrën, o femër 500 kg femër, o balen, o shkërdef sharop. Ashtë e sa e shnoshje, sa e keqeje. Po që O fash pjedh me motrë. burr? O motrë shime, a ke pasit ka bëzoti, Ti të sa shaj nga shnoshje. familja, unë s'po them gjo, pse servilosësh? Ore, po të them vetëm ka që erdi birra tjetër shifet, do të rregulloj tash, do kesh e sape tjera dhe. Ngjo këtu e qif sharat. Shi qa Do trupi kam plasësh, unë. do plasësh sot. Shi qa trupi kam unë, si jam. Si jam motrën, krejt fiber, si jeti e qif sharëp më pjerë. Pag dhjami, qif sham motrën. Edhe çapse të bo trupit, bona bo truni, Po shi qa trupi kam edhe, si jam Nuk ka motrën, djeg ke truni, shes o. me parë. Shi qa Po, trupi. shefi moll. Si jeti më dhe, sa e shnu, sa e kesh. Raft ky. Po ty nuk ta Mos që do të kishe brimë. këte ti, sot ishe 0. O kare, kush mos kishte lek, po ku ma kare Ti. mu për lekër. Po unë kam lënë 1 milion euro bijos, e s'm ka arë kare, pa i koza kam qenë. Si kam pas 3 milion, si kam qenë 1 milion minus. Ku m'ka harë kare në jerë. Ku m'ha kare mu Po në se që trupi ti s'ke as musku, as i mut. Po Ti ku m'ha 20 kare, kile po mos njëri më zoti je. me muskë, me qenë me muskë. Te shefi pa qunë atyre gjithë muskuj. Kare, unë, Ti s'ke i mut. që pra, unë nuk jam tip muskuloz, unë jam prototip. Sha lidhe ka muskuli. Unë jam monster, sha trupi kare. Trupat. Unë s'kam Unë- prototip vallaj, unë s'kam Po shoh, shef hiç. unë, po shlidhe keme në pasti. Burri që burr, ka qërë tegër, ti ke qërë kalamoni, 30 vjeç burr. Shkjo kalamoni, qif sha modë, po S'ke një kalamon, po. lesh nuk ke, ku e ke leshin? S'ka më leshër, po s'ka më Po ke leshë. leshin mërë. Po s'ka më qif sha rap leshë, se të dhe pas leshë e Sa zbana. burri jeti pa leshe, pa Po leshe pjedh në modë, gjohë. kam leshë të kari, po do, shifë. Qif sha rap më pjedh. Ke leshë, po pse është qif sha modën, duhet t'jem si arije, qif sha rap që t'jem burre. Ky edhe heq leshin jam, që po Po bolasë shë heq leshën, më vdek familja. Bo mos- toksa, qas Po bone, s'kam lesh në ngjyra dorë, më qif flokët. shafisin Mos je pjedh. bjullshimo vlla për zotin. Ta shiva rasën pjesë në dorë, nuk kam lesh valla, po s'jam leshator, më të qif sha modën. Jo, do të kem deke lesh po edhe në toksin kurriz. të kuptova, hajt më thum nga Po nuk rruga. kam më pjedh Po modë. flokët pse i lyve? Si pse i lyva flokët? Jam njeriu më i famshëm në botë, më dha. Jam njeriu më i famshëm në botë. Kapelja Rose, ore ti je bjullshim për zotin. Ore ti pjedh motra, në gjok këtu. Un jam njeriu më i famshëm në botë. Un vesh çat më do kare. Un jam tip që do të vesh. Atë kam bërta shi razën pjedh, do të rraf më rëf. Ore ke Rose, ore ke Rose. Ore pjedh motra, jam tipi që vesh i gjona që nuk i vesh dot njeriu. Nuk vesh dot, nuk bësh dot ti si mu. O kare. Ti ose në i tjetër nuk bëhet dot si mu. As fëmijët e mi nuk mund të bëhen dot si mu. O të shif sharop. A kupton që i kam pjedh vet. Që i kam pjedh unë kalamajt nuk bëhen dot si mu. O të Qa shif mund është sharop. kjo? Po nuk je pra se jam kozak. Nuk bësh dot askush. Po nuk bëjmë dot askush. Si mu. A kupton kur s'bëhen kalamajt e mi dot si mu, tani çfarë të them ti shif sharop. Ke heq dhe vetlën, thënë këtu, edhe vetlën? Pastaj pse ke njën edhe Gjesti vishët me Rose, se? Nuk e ke vetëm ti stilin kështu. Kush është Gjesti? Po kur O kam dalur shkëlqtar. me Okare, kur kam dalur me Bravo Mall para 8 vjetësh të qif sharop në pjedh, njerëzit s'kan pas brek me vesh, o pith rrofshe. Unë kisha brek jeshile, o qif sharop. Siç kisha breket, kisha edhe makinën. Motrë shime, Kisha brekë. angjove.
Ti ishi që fillove të lyp ti këta se ishe të vdek. Aman. Unë kam qenë i pari që kam bërë lek në Instagram, o pjedh motra, i pari shqiptar që kam bërë lek. Instagram me qa? Me reklama mërë qifsha rëpt. Morëm peng, kanë ardhur 200 bizneset e shtëpia Po të ty mblut të karë. reklama, ty mirë që të mori peng Fabio për zotin, O pjedh motra, para se më marr peng, bëja reklama, po kur u mora peng, s'kisha pa në aq biznese në shtëpi, të më thritë shtëpia se s'di çamo. Ku me dalë se po më kërkoshin nga dori me bose vap me ty, erdhe keq për ty. Ore jepshin lekër, na tu ardh lek që jarëm çatu u bë më dha. E kisha nda menin me bë gjëna tjera, kur pash aq lek thash pjedhi motra, ç'a po bëhet tu, prit një herë po marr lek. Wow. Si tani normal se unë isha i mërzit kur isha marr pengë shok se kisha menin më me bë reklama ose me bë lek. A kupton se isha mërzit, e kisha menin për gjëna tjera. Pastaj kur pashi po vinin kaq shumë lek. U fulli isha atëre për zotin, u fulli. Nuk ishte turp me dal nga dera shtëpisë? Pse më u fliçë, ç'a bën? Më kapën peng, ç'a kisha më bë? Morëm peng, i hëngre Karen, burrit huaj. O ta shifsha rrafën pillë. Po kur të rrafën ty të shifsha motrën, na pesi të rraf. Pa. Ça, bo mirë që mrafa i mirë, po ti pse më thu mu të kanë marr peng? Ti mbrojtë mu tani po shifis shirë tani, Po ti pill motra që dole aty. Ata shifsha rrasën pill, po ti thuas familja jote, o pill motra. Ti dhove të më shajte? Po tani ti e duke më detyruar me të shoh. A kupton? Po çfarë thash mërti? Unë thash ndodhi. Po ç'a nolli, më kapën o pill motrës kisha si medalë dhe dola. Ç'a të bësha? Jo, po unë bëne pyetje, nuk kisha turp me dalë. Po ti motër, po ç'a turpi do kisha, se më kapën peng, a të kapën peng ty, ose ne burrin tata, dashnorin tata, ka pjedh motra këti, t'ja shi rëp në pjedh herë, ma si dhe ta shofit. O të shifsha rëp. Ja se do të marrin telefona, mos ki marrë. Unë ja shi motrën mu në pjedh, thuja ti të shifsha ratën mu. I njef, po ma kari mu me njofë. Ose ma mirë nuk i njef. Shifsha ratën në pjedh, se po ti shi rëp. I kse ta shiva motrën ty, e aty në që do marrin për ty, ja u shi motrën, mos të marri fare njëri si u shi rëp pa marrë. I kse të shiva fisin në pjedh. Si do kërkosh falje ti shi rëp ty e kush meret me ty. Ajde se do lutë si qeni, po prit. Motrën më pjedh. Kujdes mos thash ndaj kart tjetër, po prit. A përderisa merret me ty, po rëp në pjedhja shi, ty e kush merret me ty.